Është koha për intervistën e ditës. Në minutat në vazhdim do të bisedojmë lidhur me zhvillimet politike, me vendimin për shfuqizimin e qeverisë teknike dhe gjitha zhvillimet të tjera politike. Me mua në studio është Latif Arifi nga Vlen. Mirëmbrëma dhe mirëserdhje zotëri. Mirëmbrëma, mirësevgjeta. Zotëri Arifi, në seancën e sotme në Kuvend u shfuqizua qeveria teknike, e cila do të vlej pas zgjedhjeve të ardhshme. Pse si Vlen e konsideruat të panevojshme qeverinë teknike? Po shif, qeveria teknike në fakt ka dhënë rezultatet e veta. Ne e dim në kohën e krizës në vitin 2016-2015, të më thonë ishte mëse nevojshme një mekanizëm i tillë demokratik në atë kohë për të rregulluar disa çështje që vërtet në atë kohë kishin ngecur pjesa e qeverisë. Ne i gjithë jemi dëshmitar, kishte rastet montuara, pastaj kishte shfaqje autoritare nga ish qeveria Nikola Gruevskit bashkë me BDI-n. Normal, mbas shumë viteve, mbas krizës, përgjimeve, ishte mëse nevojshme që të menaxhohej kriza dhe një mekanizëm i tillë i propozuar edhe me lehtësimin e faktorit ndërkombëtar, megjithse e njëjta ishte kategori jo kushtetuese, për shkak se edhe kushtetuta e vendit nuk njeh qeveri të Përzhinës, po megjithatë njeh një qeveri legjitime, po pavarësisht kësaj, gjithë ne atëherë e kemi pranuar, ka qenë një qeveri që është arritur me konsenzus, dhe ajo ka dhënë rezultatet dhe ishte koha që kjo qeveri e Përzhinës që duheshte të shkonte në histori. Prandaj edhe vendimi, propozimi i qeverisë, partnerëve të koalicionit, mendoj se me shtyrje të ekzekutimit, do të thënë të ky mandat do jetë e fundit që do aplikohet qeveria e Përzhinës, do të thënë nga zgjedhjet e ardhshme nuk do vlej. Është për të ardhur keq për shembull se opozita e sotshme, e cila vetë ka qenë ajo që ka kërkuar që kjo qeveri e përkohshme teknike e Përzhinës që duheshte të hiqej pas zgjedhjeve. Unë me sa më kujtohet një emision edhe eksponent të lartë të BDI se kanë thënë të njëjtën për shkak se këto zgjedhje duhet ishin të fundit që do të aplikohej qeveria e Përzhinës. Tash unë nuk e kam të qartë reterimin nga këto qëndrime, po sidoqoftë ne jemi mësuar me ato dhe vendimi për të tërhequr nga zgjedhjet, më thënë që të vlej vetëm për këto zgjedhjet e ardhshme dhe nga zgjedhjet tjera, mendoj se është një vendim që i duheshte Maqedonisë, pasi sot jemi në situatë krejt tjetër, sistemi demokratik themi në vend është krejt në rregull dhe nuk kishim probleme. Institucione stabile. Institucionet janë stabile, qeveria është stabile. Zotëri Arifi, me këtë vendim a e humbën mundësinë shqiptarët që të paktën edhe atë 100 të kenë një kryeministër, siç kishin kaluar zotëri Talat Xhaferi. Shif, 100 që ne njohim si të kryeministrit shqiptar, unë mendoj se shqiptarët nuk kanë për çfarë ta mbajnë mend. Brenda 100 ditësh kur Talat Xhaferi, është një histori, për shkak se është kryeministri i parë shqiptar, 100 ditë. Maqedonia edhe në kohën e ish Jugosllavisë, kur ishte Maqedonia socialiste, ka pasur kryeministër shqiptar, po tash nuk do të kthehemi te kjo, ai nuk ka qenë në fakt kryeministri i parë, po sidoqoftë përderisa ato e titulluan ashtu, unë mendoj se kontributi i Talat Xhaferit si kryeministër i parë i shqiptarëve, shqiptarët do ta njohin vetëm gjatë qeverisjes së tij në këto 3 muaj sa ai ishte kryeministër, vetëm sollën një ligj për mbrojtjen e gjuhës maqedone, ligj të cilin ne sot edhe jemi duke ja pa sherrin për shkak se shumë, për shembull në Ministrinë e Arsimit nëpër shkolla, arsimtarët të cilët duhet të japin një provim janë të detyruar drejtorët e shkollëve që të bëjnë një komision për njohje të gjuhës maqedone që nuk ka qenë përpara. Dhe kjo është një merit e zotit Talat Xhaferi. Ne atë mund të njohim vetëm për këtë kontribut dhe atë shohun mediatik që e bonte në polici duke nënshmuar policët shqiptar që ishte si rastin. A ekziston rreziku që pa qeverinë teknike qytetarët mos të humbin atë besimin për zgjedhjet lira dhe demokratike? Jo, përkundrazi, unë nuk mendoj, ajo ishte një kohë tjetër, zgjedhjet lira demokratike ne kemi pa edhe në zgjedhjet e kaluara edhe zgjedhjet lokale, me thënë kanë qenë ndoshta zgjedhjet më të rregullta, prandaj
edhe si vlen, po edhe si qeverinë e vlerësojmë se rrezik që të humbet nuk ka, pastaj mendoj se ishte shumë e nevojshme që kjo të ndodhë, për shkak se ishte një mekanizëm që ishte dhe jo kushtetues, pavarësisht se thash në fillim nuk ngriti dikush një nismë, thjesht është mekanizëm që në nocionin juridik të shtetit nuk ka patur tillë, po për situatën e atëhershme është pranuar si tillë përderisa është arrit me konsenzus gjitha partive politike. Mbeti me akoma tek tema e qeverisë, është paralajmëruar rikonstruimi i qeverisë. Si vlen do t'i ruani pozitat që keni aktualisht? Po sigurisht si vlen ne do t'i ruajmë pozitat. Do të ndroni ndonjë ministri? Besoj tash ne kemi përpara kongresin të paralajmëruar për 9 maj dhe mbas kësaj faze sigurisht se ne si vlen do të rishikojmë performancën e gjithë përfaqësuesve tanë, duke filluar nga ekzekutivi, drejtoritë dhe do ketë një rifreskim. Mendoj do ketë edhe lëvizje dikastereve, po megjithatë ajo baza kryesore e marrëveshjes së koalicionit do jetë. Do të thënë e njëjta, mbase do jemi edhe në pozitë edhe më të mirë. Mund të vjen situatë të ndronë figurat, vetëm mund të ndronë figura 1, 2 ose 3, se besoj më tepër, po megjithatë kjo është një çështje që do duhet diskutohet brenda vlenit dhe pas kongresit. Keni diskutuar cili nga ministrat? Deri tani nuk kemi biseduar, për shkak se ne vlerësojmë se deri tani gjithë ministrat e vlenit kanë kryer punën me sukses, kanë qenë ministra suksesshëm pa përjashtim. Nëse kanë kryer me sukses, atëherë pse duhet ndronë? Po tash është temë e përgjithshme që përderisa është paralajmëruar, prandaj thash do të bëjmë analizën e punës të gjithë secilit dhe mbas kësaj analize dhe do vlerësojmë nëse do duhet të ndërhim të ndrojmë ndonjërin nga ministrat, zëvendës ministrat apo drejtorët. Zotëri Rifi, më 9 maj, ashtu siç e tha, do të bëhet kongresi i parë i vlenit. Për herë të parë në vend, një subjekt do të ketë 2 kryetar, ndërsa në kryetar do të jenë gjithashtu 2. Njëra ndër ta është Mimoza Musa. Çfarë do të ndodhë me strukturën tjetër të aleancës për shqiptarët, nga ajo aleancë që keni ardhur ju që keni mbetur në Vlen? Po aleanca për shqiptarët është po e njëjta aleancë, apo LRPDSH, siç i thamë në fillim nga viti 2015, bërthama e kësaj aleance janë njerëzit të cilët e bën edhe aleancën për shqiptarët, duke filluar nga Struga. Tash nuk duhet i përmendi gjithja, për shembull, ne kemi figura në Strugë, Syria Rashidi, marr si shembull, ka qenë që nga themelimi edhe deri sot ka qenë gjithmonë në rrugën e duhur, nuk ka lëvizur, për dallim nga fatkeqësisht 2 kryetarët tonë që në momentet vendimtare kur edhe bën është betejë politike e shqiptarëve për ndryshim, ata në braktisën dhe shkun bën gom shpëtimi për BDI dhe për Aliametin. Ashtu si Zjadin Sel, atë njëjtën e bën edhe Taravari, por megjithatë rrugë i aleancës për shqiptarët ka qenë stoik, ka qenë i vendosur në betejën për ndryshim, për të sjellë ndryshimin të shqiptarët dhe unë mendoj se ai rrugë duke filluar nga Struga deri në Kumanov është unik dhe sot është bashkë në Vlen dhe do vazhdoj të jetë pjesë e barabartë e Vlenit. Çfarë ndodhi me Arben Fetajin? A ishte pakënaqësia për shkak se nuk u përfshi në këtë përbërje në listën e kryesisë së ngushtë të Vlenit apo? Jo, unë mendoj edhe vlerësoj punën e Arben Fetajit. Arben Fetaj është njëri ndër më meritorët e themelimit të Vlenit, performanca e Zotit Fetaj, të jemi të sinqert, është ndër performancat më të mira që ka Vleni, kontributi ati, sidomos me ligjin që ka punuar në atë ditë me ligjin për përfaqësimin drejt, nuk do t'i mohohet, po ashtu në momentet vendimtare kur goditeshte aleanca për shqiptarët në shkojt e BDI, roli Arben Fetajit ishte vendimtar, ishte i dur, ai qëndroi dhe gjithë ne në aleancën për shqiptarët që tashmë jemi në Vlen, e njohim kontributin e tij dhe ne nuk kemi vërejtje. Tash për disa çështje të cilët dolën në opinion. Ju nuk keni vërejtje, po thoni fjalë miradije për të, megjithatë që ka ndodhur, krisja ka ndodhur. Si keni raportet? Jo, ne raportet i kemi, domethënë raportet njerëzor, kemi shumë normale, domethënë kemi komunikuar mbledhjen e fundit, ai për momentin nuk ndodhet këtu, është jashtë shtetit dhe ai vendin e ka në Vlen, vendin e ka në qeveri, nëse don të vazhdoj, nuk ka asnjë pengesë nga askush. Tash çështja e jo, në qeveri për shkak se kryeministri Mickoski njoftoi se do të largohet me rekonsimin e qeverisë. Sido që të jetë, ai mund të jetë edhe i angazhuar, edhe në Bruksel që të kontribuojë për
betejën që Maqedonia e bën për antarësim në Bashkimin Evropian për integrimin në BE, unë mendoj se ai mund t'jap kontribute edhe nga Belgjika, po sido që të jetë, fjalën e fundit e ka ai, për shkak se ai nuk ka folur ende. Tash çartem diçka më tepër, ai do të thënë është i mirëseardhur që të vazhdojë aty ku ishte. Është vetlarguar apo e përjashtuat nga radhat e ASH-s, ju si struktura e aleancës? Nuk për shkak se kishte zëra se përplasja ndodhi brenda aleancës, për shembull. Pavarësisht asaj çfarë flitet në opinion, ne nuk kemi as takat, as mandat, as jemi në pozicion për të larguar dekant. Çdo kush në aleancë është i mirëseardhur të qëndrojë apo do të largohet. Derët janë gjithmonë të hapura për të gjithë ata që kanë dashur të hinë edhe të shkojnë. Pakënaqësitë e Zotit Fejetajt janë kryesisht e çështja e leadershipit dhe për këtë unë nuk duhet flas për shkak se opinioni e din. Ne kishim vetëm një debate të brendshme kemi patur dhe mendoj se... Ka kërkuar pozitën e zonjës Musa? Jo, nuk është se ka kërkuar, ai ka qenë parimor, ka qenë ndoshta ndër të vetmet fillimisht që ka propozuar drafte për bashkimin e Vlenit, për bërjen e Vlenit një parti, po pavarësisht kontributit çfarë ai ka dhënë, kishte moment ku ai ishte i pakënaqur, sidomos me kjo pjesë e bashkëkryetarëve dhe mendoj se kjo ka qenë arsia, por megjithatë nuk do të flas për këtë, është mirë kur do kthehet ai ta merrni në mision dhe ta pyesni atë. Zotëri, muaj më parë mirëpritet dhe ju pam në për shumë paraqitje publike edhe deputetin Ilir Demiri. A është sot Ilir Demiri kur përflasim në Vlen apo jo? Ilir Demiri është në Vlen, vetëm se këto ditë ka qenë jashtë shtetit në Turqi dhe mendoj se sot duhet të ishte kthyer ose të kthehet. Ai do vazhdoj të jetë në Vlen, edhe në grupin parlamentar të Vlenit, për këtë mos ketë askush asnjë dilemë. Kur flasim për Ilir Demirin, atë njeh gjithë opinioni, njeh kontributin e atij, njeri ma human që ka kontribuar sidomos në krizën e Covidit dhe Ilir Demiri është një figurë që do dëshironte ta kishte çdo parti politike. Për më tepër Ilir Demiri është në shtëpinë e vet, ishte të aleanca për shkak se ai ka qenë që nga fillimi. Në fakt ishte vllau i Ilir Demirit në kryesi, domethënë kur u themelua aleanca, pastaj gjithë opinioni e din se Ilir Demiri ka qenë ministër i aleancës për shqiptarët, ka qenë drejtor në spitalin e Tetovës dhe ai është në shtëpinë e vet. Por ju thoni se Ilir Demiri është me Vlenin. Ilir Demiri është me Vlenin dhe këtë do ta shihni shumë shpejt në kariket e kuvendit krah për krah me gjithë deputetët e Vlenit. Për këtë ju siguroj dhe 9 maj është afër dhe këtë do të vërtetojmë. Zotëri Rifi, njëri nga liderët e arshëm të Vlenit, zotëri Izzet Mexhiti, paralajmëroi mbrëm se ekziston mundësia që ASH-ja e Seles mund të bashkohet qeverisë, madje tha se ka komunikime për këtë. Po shif, ne komunikime kemi gjithë. Tash këtu du dalë tek pyetja, duke pasur parasysh se ju keni qenë shumë i afërt me Zedin Selën që nga bashkë, që nga themelimi i LR-s, siç e përmendët më herët. A jeni ju personalisht ai ndërmjetësuesi me Zedin Selës dhe Vlenit? Vërtetës unë kam takuar shurasisht Zedin Selën, ndoshta kemi shkëmbyer 2-3 fjalë, po si do të ishte, për ne nuk është problem ardhja e Zjadin Selës në Vlen për shkak se vetë faktin se Zjadin Sela mori një hap dhe u largu nga AKI-ja, normal, përderisa largohet nga AKI-ja edhe ai mund të ishte pjesë, tash bisedimet sigurisht se do t'i bëjë edhe kryeministri, po edhe ne brenda Vlenit duhet të komunikojmë përderisa është pjesë e partive politike shqiptare që përfaqësohen atje. Ne jemi besoj të gatshëm gjithë që nëse është e nevojshme. Ju thasë se keni takuar Zotëri Selën, keni biseduar personalisht për këtë çështje? Domethënë për këtë çështje nuk kam biseduar, po janë, domethënë Izzet Mexhiti kryetari ka biseduar, janë edhe domethënë eksponent ton tjerë që kanë biseduar në këtë temë, por megjithatë nëse opinioni besoj i kujtohet me një paraqitje në të njëjtën pyetje tha se kishte do kushte dhe ato kushte tash unë nuk e di a ishin pak vetëm për konsum politik ditor apo
Megjithatë, besoj se Sela duhet vjen në mision dhe deklarohet vetë për këtë punë, unë më tepër nuk mund të flas. Po ju po thoni se disponimi në vlen është për të bashkëpunuar. Ne nuk kemi pengesë, qeveria numrat i ka të mjaftueshëm edhe për ndryshime kushtetuese dhe po megjithatë të cilat nuk po ndodhin. Po nuk po ndodhin, po megjithatë mund edhe këto të ndodhin, sido që të jetë askush nuk është pengesë që zgjedhin Sela të bëhet pjesë e shumicës përsa kohë që ai mund të ndodhin ndryshimet kushtetuese. Një ditë sigurisht të ndodhin. Me këtë përbërje keni diskutuar, për shkak se kryeministri është i prerë. Kryeministri është i prerë, por shumë i qartë në atë çfarë thot, ai kërkon garanci mos ketë kushte shtesë. Tash kur jemi të ndryshimit kushtetuese duhet ta them edhe një vërtet tjetër. Një proces kur fillon mbrapsht, ne e dim se këtë proces e filloi qeveria e kaluar në krye kur në krye të ministrisë jashtme ishte Bujar Osmani dhe në vend që procesi i bisedimeve me Bullgarinë të ishte inkluziv, ato gjetën një formë tjetër që ta përjashtojnë opozitën atëhershme VMRO-n dhe normal, duke mos u kujdesur që procesi të ishte inkluziv, me një çështje që është shumë e ndjeshme që ka të bëjë me bashkëkombasit tonë që jetojnë këtu, për shembull Maqedonët. Unë mendoj se edhe kryeministri është shumë i qartë, nuk ka thënë se nuk do ndodhin, thjesht kërkon garanci që mos ketë kushte shtesë në rrugtimin tonë. Ne patëm një marrëveshje me Greqinë dhe kishim premtime se shumë shpejt procesi integrimeve do ecë përpara, po ja për shembull doli një pengesë tjetër dhe ai me drejt kërkon një garanci që mos do përsëritet të njëjtën. Zotëri Arifi me shumë ngushtë me kohën, pak më parë përmendet ligjin për përfaqësim, i njëjti për hir të vërtetës është bërë si ato telenovelat spanjolle, do të shkojë sot në kuvent, nuk do të shkojë sot, do të miratohet, kur ky ligj përfundimisht do të miratohet. Ligji për përfaqësim drejt ka kaluar në qeveri, ka kaluar në Komisionin e Venecias, gjitha sugjerimet, vërejtjet janë, domethënë të ekipi që ka punuar me këtë ligj ka marrë masat e nevojshme dhe janë inkorporuar ndryshimet që ligji të jetë në harmoni me kushtetutën, po duhet të them edhe një të vërtet. Ligji ndoshta nuk është shumë i mirë, po megjithatë një ligj se sa pa ligj të cilin është dashur të miratohet nga viti 2004, më thënë sepse boron nga marrëveshja e Ohrit, ligj të cilin nuk e kanë bërë ata tjerët dhe sot ndoshta mund ta kritikojnë, po megjithatë është një mekanizëm shumë i mirë për të rregulluar një çështje që i tangon gjithë shqiptarët, i tangon qytetarët, po edhe qytetarët tjerë që nuk janë vetëm shqiptarë, për shkak se një do duhet vlerësohet. Edhe përfaqësimi i tyre i drejtë, po edhe performanca e gjithë secilit që do na përfaqësojë nesër. Zoti Arifi, faleminderit shumë për kohën që na keni në këtë intervistë.